Në Dibër ka nisur të dalë në treg masivisht fruti qershisë, një frut shumë i dashur stinor, ndryshe nga viti kaluar kur thuajse prodhimi ishte zero, këtë vit ka prodhim të lartë. Fermerët e frutit të qershisë thonë se problemi më i madh që nis tani që fruti sapo është pjekur është mungesa e fuqisë punëtore. Emin Gjura nga fshati Pjek i njësisë Melan e thotë se prej disa vitesh mungesa e fuqisë punëtore për vjelën e qershisë i ka dëmtuar. Me të njëjtën situatë përballet edhe fermeri tjetër Ilir Kryemadhi nga fshati Grev. Kush dhe të dalim treg, unë jemi vetëm ke shtëpia, kam 4 lëp, 4 vica, dhe qershit s'ka kushtim ledhe, çunat i kam të di kanë hik për Itali, kush punëtar nuk vjen, ku ta zhem njeriu të mbledhe qershia që janë të u kal mundi gjithë verë se i gjithë dimnit. A kështu me këtë shtet dhe bëhemi njerëzna, apo e kemi dhe me unë, e kam dërmen me i shit lëp, dhije, që kam dhenë, edhe qershia t'i prese me këtë Terezi s'kum kujqe. Dhe të kalbën këtë nuk ka kush i mbledh kërkush. Sezoni qershis mirë është, prodhim ka sa të dush, por nuk ka fare punëtor, s'ka punëtor. S'kemi kujgje. Me u dhonë 30-20.000 lekë në ditë nuk vinë. S'ka, jo se s'vinë, se po të ketë vinë. S'ka, unë vetëm me grunë, me mbledh, sa mund të mbledh. Ato që të mbledh, ato që s'mundi mbledh dhe ngelin në pemë. Unë bile jam ma mirë se tjerë se kam diko me mbledh, dhe me mbledh vetë, mbledh edhe gruja. Dikush i tjetër s'ka kërkon, se ka dhe punë tjera. Fermerët shprehen se pjesa më e madhe e prodhimit këtë vit do t'ju mbes në pemë pa vjel, pasi mungon fuqia punëtore, por edhe tregu i sigurt i shitjes. Gjithashtu mungojnë edhe ambientet frigoriferike. Është problemi i përvjetshëm. Par vjet i kemi mbledh me 500 lekë, nuk i kemi mbledh fare, kanë ngel këtë kështu si kush jetë. Edhe kështu kanë për të ngel përsëri. Po ku di çëm, kush do i mbledhe? Me hik populli kërrit, se s'ka çfarë më bë këtu. Çive, prodhimi o bë. Gjithë më dile prit këne i ke kret. Ko do si të posish, i ke kret, shkët laf kam për të thonë, në ma kesë mu bile. As kërkush nuk kam për të thonë, as një laf më se s'ka punëtor. A pas i thële ma të shokun. Ku ti marrë tha punëtor, ti mbledh nesë. Mi po tregu të shi, se halë të ketë, halë mos ketë. Si vjetë ka, jo të sigur që kemi asi gjë. Shofim, punëtor s'ka me mbledh. Po nga shteti s'kemi fare në asë një lëndime, hiq, fare. Jemi në mëshirë të fatit. Mungesa e fuqisë punëtore në vendin tonë po ndihet në çdo sektor, por më shumë në ata të bujqësisë ku fermerët përballen vazhdimisht me këtë problem.